Përshëndetje, në videon e sotme do të flasim për IBS, apo sindromin e zorrës së irritueshme. E kemi përmendur në shumë video së bashku, por sot do të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë më konkretisht, cilat do të jenë simptomat, mënyrat e trajtimit dhe disa aspekte të tjera që duhet të kemi në konsiderat. Por të kuptuar më shumë, juftoj të ndiqni videon. IBS nuk është një sëmundje mirëfill, por është një sindrom. Çfarë do thotë kjo? Një grup simptomash të caktuara të cilat do të shfaqen te gjithë personat që vuajnë prej saj. Simptomat tipike të IBS përfshin spazma, dhimbje barku, shtrëngime të herpasershme. Do të kemi gjithashtu edhe shoqërimi me ndjenjen e ankthit. Në fakt është një rreth vicioz në të cilën personat që vuajnë nga IBS ose kanë ankth dhe kjo do të çojë në përkeqësim të simptomave të këtij lloji, ose përkundrazi do të kenë simptomat e IBS-it dhe do të shkaktojnë këto më pas edhe ndjenjen e ankthit. Tipike është gjithashtu edhe fakti që mund të kemi ose shfaqje të konstipacionit, ose shfaqje të diarres, ose kombinime të dyjave së bashku në të njëjtën kohë. Dhe në fakt dallojmë edhe tre llojet e IBS. IBS-D me diarre, IBS-C që është pikërisht me konstipacion dhe IBS-M që është pra mixed. Pra është me të dyja llojet e simptomave. Personat do të kenë shtrëngime barku, mund të kenë nuhatje në peshë, që nuk do të bi në mënyrë të mirëfillt nga simptomat, sesa do vi nga fakti që persona nga sikleti që do të ndjejnë do të mund të fillojnë që të shmangin ngrënien e ushqimit në mënyrë të rregullt, pra të kufizojnë sasinë e ushqimit të konsumuar, duke çuar pastaj edhe në ndryshim të peshës. Pra nga të rënjes nga pesha në momentin që do të kemi edhe ato fazat e ndezura në thonjza të sëmundjes, pra fazat ku sëmundja shfaqet me simptoma më të agravuara. Ndërkohë që në momentin ku do të kemi qetësim të simptomave, personat do të mund të rifitojnë në peshë për arsye se do të fillojnë që të konsumojnë ushqim në mënyrë të rregullt. Tipike është disa lloje ushqimesh që shkaktojnë edhe përkeqësim të simptomave, shfaqje të tyre, dhe kjo është arsyeja pse këta persona shpeshherë mund të kufizojnë edhe llojin e ushqimeve që do të konsumojnë. Duhet të kuptojmë se nuk bëhet fjalë për një sëmundje autoimune. Sëmundjet autoimune janë ato sëmundje në të cilën sistemi imunitar i cili do të shkaktojë shkatrime të organeve të caktuara të organizmit tonë. Pra nuk është ky rasti. Gjithashtu nuk bëhet fjalë për një sëmundje ku do të kemi inflamacion real të zorrës së trashë. Pra, pavarësisht se do të kemi irritim të zorrës që do të shfaqet edhe këto lloj simptomash, nuk është se inflamacioni do të jetë real. Pra, për shembull, nëse marrim parasysh Crohn disease, kjo do shoqërohet edhe me gjakderdhje në zorr pikërisht për shkak të inflamacionit. Fatmirësisht është më tepër thjesht një simptom dhe një ndjesi e ngjashme, por nuk do të kemi humbje të mineraleve apo vitaminave për shkak të një situate të këtij lloji. Përgjithsisht është shumë e vështirë që të diagnostikosh IBS apo sindromin e zorrës së irritueshme, për arsye se sikur se tham nuk është një sëmundje mirëfillt. Shfaqet në 5 deri në 10% të personave dhe zakonisht për mënyrën e diagnostikimit do të kemi praninë e këtyre simptomave të paktën një herë në javë për 3 muaj rresht pa pushim. Që do thotë se në rast se bëhen të gjitha analizat të seçeve apo çfarë do lloj diagnostikimi tjetër që mjeku e shikon të arsyeshëm për shkak të simptomave që janë shfaqur, dhe do të vihet re se fatmirësisht nuk kemi asnjë lloj sëmundje tjetër që mund të justifikojë të gjithë këto simptoma të shfaqura, atëherë arrit në konkluzionin që personi vuan nga IBS. Problemi është se bëhet fjalë për një sëmundje kronike, pra një sëmundje në të cilën në rast të diagnostikoheni do të shoqërojë për gjatë gjithë jetës. Tipike është ama që do të kemi situata të alternuara, pra kemi fazën në të cilën simptomat do të shfaqen goxha të rënduara dhe pastaj alternohet me fazën ku personi do të mund të ketë simptoma të lehta apo edhe pothuajse fare simptoma. Që do thotë, për shembull mund të ndodhë që një vit juve të filloni të keni dhimbje të vazhdueshme barku, mund të ndodhë që të keni dhimbje barku për çdo ditë, dhe kjo mund të çojë në kufizime dietike dhe mbase luhatje në peshë. Ndërkohë, pas disa kohësh, avash gradualisht mund të kemi qetësim të këtyre simptomave dhe mund të ndodhë një vit tjetër, pra juve të vazhdoni të konsumoni ushqim normalisht pa pasur siklete, të paktën një siklete madhore, por thjesht siklete kalimtare që mund të ketë kushdo fundja her pas here në rast se konsumojmë ndonjë ushqim që nuk është se na përshtatet shumë. Ajo që ka shumë rëndësi është fakti se shumë i lidhur me ndjenjen e ankthit. Pra, është shumë e rëndësishme që teksa bëjmë ndryshime të dietës tonë, të bëjmë edhe apo të mësojmë edhe ato teknika të relaksimit të ankthit, për arsye se është lidhur drejt për drejt me boshtin trullzor. Pra dhe mendohet që një nga shkaqet kryesore do të jetë pikërisht kjo. Personat të cilët mund të kenë probleme me ankthim mund të shfaqin simptoma të rënduara, përkundërzi ata të cilët shfaqin
simptoma gjithashtu mund të krijojë kjo më pas edhe ndjenjen e ankthit. Duket sikur janë të lidhura me njëra tjetrën dhe mendohet që pra është një nga shkaqet. Një shkak tjetër që pretendohet se mund të shkaktojë pra pikërisht mund të jetë pra pas sindromit të zorrës së irritueshme është pikërisht situata ku mund të kemi kaluar disa infeksione dhe në këtë rast do të shfaqet IBS post-infeksion. Mund të kemi gjithashtu edhe prishje të ekuilibrit të mikrobiomës apo të florës bakteriale tonën që mund të kemi mungesë të shumëllojshmërisë apo të sajtësisë së këtyre bakterëve të shëndetshme të zorrës tonë dhe kjo është arsyeja pse shpeshherë mund të rekomandohet marrja e probiotikëve. Gjithashtu mendohet se një nga shkaqet mund të jetë edhe trashëgimia. Që do thotë në rastin neve kemi familjarë të ngushtë të cilët vuajnë nga IBS ose jo domosdoshmërisht me IBS, por sëmundjet e tjera të ngjashme, për shembull koliti, mund të ndodhë që të shfaqet pra IBS-i tek ne. Mund të rëndohet gjithashtu, pra jo shkaktar, por mund të rëndohet e personat të cilët kanë IBS simptomat edhe në rastin e femrave para apo gjatë menstruacioneve dhe gjithashtu është një sindrom e cila mund të shfaqet tipikisht në moshë të re. Pra nuk është e thënë që do të shfaqet në një moshë të caktuar, mund të shfaqet që në mosha shumë të reja me simptomat e para. Lajmi i mirë se nuk bëhet fjalë për ndonjë sëmundje serioze. Lajmi i keq është se do të prek ndjeshën cilësinë e jetës. Do thotë të gjithë ato që vuajnë nga IBS mund të kenë nevojë që të kenë një dietë shumë specifike dhe të jenë shumë rigoroz në ndjekjen e saj. Për shembull, këto persona mund të kenë shumë vështirësi që të konsumojnë jashtë. Mund të ndodhë për shembull që mund të kemi një organizim social, pra mund të shkojmë në restoran me miq dhe ky epizod në rast se vuajmë nga IBS na merron për arsye se kemi frikën në mënyrën se si do të jenë përgatitur ushqimet, përbërësit që do të kenë për brenda për arsye se mund të jenë edhe ushqimet e cilat persona mund të mos i tolerojnë duke i shfaqur më pas edhe simptoma. Pra mendoni pak që gjatë kohës duhet të ruajnë se çfarë ushqimesh konsumojnë në rast se nuk duan që të kenë spazma apo siklete të tjera të ngjashme. Ose mund të ndodhë për shembull që edhe një fluturim me avion të shoqërohet me dhimbje konstante për arsye të ndryshimit të presionit atmosferik. Me pak fjalë, nëse nuk është se ka ndonjë pasojë madhore, mund të themi që do të prek edhe cilësinë e jetës për arsye se shpeshherë mund të na kushtozojë zgjedhjet që bëjmë qoftë edhe për argëtim, por nga ana tjetër, nëse neve vendosim të sakrifikojmë pak një herë sikur të mbledhemi me miq tanë, do të vuajmë më pas pasoja të sikleteve gastrointestinale. Një lajm tjetër i keq është se bëhet fjalë për një problem kronik, që do të thotë në rast se diagnostikoheni me IBS, ka shumë gjasa që të vuajni gjatë gjithë jetës tuaj me të. Tjetër e mirë është se përkundërzi është shumë lehtësisht e trajtueshme. Pra nuk është se ka një kur, nuk është një sëmundje që mund të shërohet, por është një problem shëndetësor që mund të trajtohet me sukses. Trajtimi përfshin ndryshimin në dietën tonë. Tani përsa i përket ndryshimit në dietën tonë është pak specifike, që do thotë jo një rregull për të gjithë. Për arsye se për shembull disa persona të cilat vuajnë nga IBS-si do të kenë nevojë që në dietën e tyre të shtojnë fibra. Përkundrazi, ata persona të cilët vuajnë nga IBS-D mund të kufizojnë sasinë e fibrave. Shpesh nëpër video kemi diskutuar për mënyra të shëndetshme të ushqyerit dhe ju kam thënë që kujdes sepse këto rregulla nuk janë për të gjithë. Për shembull, personat të cilët vuajnë nga IBS do preferojnë që të konsumojnë bukën e bardhë dhe jo bukën e zezë. Pra varet nga mënyra se si do të reagojë secili prej nesh. Që do thotë e mirë do të ishte mbajtja një ditari ushqimor. Pra neve do të mund të mbajmë shënim gjatë gjithë kohës, se cilat do të jenë ushqimet që kemi konsumuar dhe do të mbajmë gjithashtu edhe shënim nëse kemi pasur apo jo shfaqje të simptomave. Dhe në këtë mënyrë do të mund të fillojmë të përpunojmë edhe një dietë specifike tonën, duke përcaktuar se cilat janë ato ushqimet të cilat do të shkaktojnë acarinë të simptomave dhe cilat janë ato ushqimet të cilat janë të sigurta për të ngrënë pas shfaqur probleme. Mira është gjithë kjo procedurë të shoqërohet me ndjekjen e një mjeku ose të një dietologu për arsye se nuk është e rekomandueshme që të kemi eliminim të plotë të çfarëdo lloj produkti ushqimor. Që do të thotë disa persona për shembull mund të kenë probleme nga frutat, por kjo nuk do të thotë që duhet patjetër të eliminojmë gjithë frutat nga dieta jonë për arsye se ato kanë një vlerë të shtuar për organizmin tonë. Prandaj duhet që të ndiqemi nga dietologu dhe nga mjeku që të bëjmë edhe ato zëvendësime të caktuara në dietën tonë për të marrë të gjitha vlerat ushqyese për të cilat kemi nevojë. Por përsëri theksoj, ditari është e rëndësishëm për arsye se nuk kemi rregulla të përgjithshme. Disa për shembull mund të kenë intolerancë ndaj disa lloj produktesh ushqimore dhe janë produkte të cilat duhet i shmangin në konsumimin e tyre të përditshëm.
Por disa rregulla të përgjithshme janë fakti që nuk duhet të konsumojmë ushqime pikante, ushqime shumë të yndyrshme, ushqime me përmbajtje të lartë të sheqerit, të skuqura duhet të shmangen plotësisht, alkooli, kafja dhe produkte me kafeinë, pijet e gazuara, praktikisht janë ushqime që fundja fare po ta mendoni të gjithë neve nëse do të ndiqni një dietë të këtij lloji, do të mund të jetoni më shëndetshëm duke parandaluar një sër sëmundjesh. Megjithatë, përsëris, ndjekja me mjek është e domosdoshme. Gjithashtu, disa këshilla të tjera kanë të bëjnë me faktin që nuk duhet të konsumojmë vakte të ngarkuara, por duhet të kemi vakte të vogla gjatë ditës dhe të shpeshta në mënyrë që edhe aparati tretës të mbahet në lëvizje. Rekomandohet gjithashtu që të pim ujë në mënyrë të mjaftueshme dhe të hidratohemi si duhet. Rekomandohet gjithashtu që të kemi një rutinë të kujdesshme për sa i përket gjumit. Në IBS gjumi është i domosdoshëm dhe duhet të plotësojmë nevojat tona ditore me gjumë dhe të respektojmë një orar të rregullt të gjumit, të cilit që do kupton pra të flem herët dhe të çohemi herët, për arsye se sikurse thash, shëndeti emocional është lidhur ngushtësisht me IBS. Në qoftë se për shembull neve nuk do të kemi një rutinë të rregullt të gjumit, kjo mund të ndikojë edhe tek humori ynë, dhe humori është armiku numër 1 i shfaqjes së simptomave të IBS-it. Dhe shumë e rëndësishme gjithashtu që të mësohen edhe teknika të relaksimit dhe të menaxhimit të ankthit nga ana jonë, pse jo edhe të mos bëhen dhe konsulta me psikologun në mënyrë që të mësohen pra mënyra apo teknika të menaxhimit të stresit dhe të ankthit, për arsye se në këtë formë do të mund të relaksonim edhe simptomat të IBS. Në disa raste mund të shfaqet edhe nevoja që të marrim medikamente, por për këtë duhet të konsultohemi me mjekun ton ose edhe të ndërpritet medikamente. Për shembull mund të shfaqet nevoja kufizimit të antibiotikëve, por asnjëherë me mendjen tonë. Pra gjithmonë sipas asaj se çfarë do të na thotë mjeku. Mund të jetë nevoja që të marrim medikamente për qetësimin e spazmave të barkut, për qetësimin e diarres apo për zëvendësimin e elektrolitëve të humbura, ashtu sikurse mund të shfaqet edhe nevoja për marrjen e probiotikëve, të cilat çfarë do të bëjnë, do të mund të ndihmojnë në ekuilibrimin e mikroflorës tonë bakteriale. Por konsultohuni me mjekun. Dhe kjo ishte videoja për sot, miq. Shpresoj të kam dhënë informacione kryesore apo esencën e sindromit të zorës së irritueshme. Në rast se keni ndonjë pyetje lidhur me të apo fundja fare edhe një sugjerim për videot e ardhshme, juftoj që të lini në një koment. Në rast se video ju ka pëlqyer, bëjeni like dhe ndajeni atë me miqtë tuaj në mënyrë që ata të jenë të informuar. Mos u largoni nga kanali pa bërë subscribe apo pa u abonuar në mënyrë që të mos humbisni përditësimet e mia. Bashkë do të shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.